Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, i shoqëruar nga Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrullah Qeku e bashkëpunëtorët vizituan punimet që janë duke bërë në këtë komunë në trashëgimi kulturore. Kryeministri Kurti tha se taphania do të shndrohet në Muzet Muzikës me investime të qeverisë së Kosovës. Këtu në Gjakov kemi vizit në 2 vende të rëndësishme kulturore, të cilat e bëjnë Gjakovën destinacion edhe më të preferuar si për vizitorët e Kosovës shqiptar, por edhe të huaj. I pari është taphania, e cila me një investim prej 383.000 euro është përfunduar dhe synimi ynë është që në fazën e ardhshme të shndrohet në Muze të Muzikës. Kurti tha se investimet tjera në regionin e Gjakovës në trashëgimi kulturore janë të shumta, siç është edhe kulla e Sulejman Vokshit. Është objekti mbrojtur i trashëgimisë kulturore dhe ku në një investim prej rreth 238.000 euro për një periudhë prej 12 muajve do ta kemi restaurimin e plot dhe ajo do të bëhet gjithashtu një destinacion i preferuar i kulturës edhe i historisë së popullit ton e padyshim lajm shumë i mirë për qytetin e Gjakovës dhe mbar Kosovën. Kryeministri Albin Kurti së bashku me Ministrin Qeku dhe bashkëpunëtorët e tij vizituan dhe punimet që janë duke bërë në stadionin e qytetit të Gjakovës, ku pa nga afër investimet që janë bërë në Gjakovë.